Gjithë është gati me s'po ju pritet edhe mysafirëve tonë, le të filloj loja. Kthenu te porta. 5, 4, 3, Vete tu kritikon gjuhën e tij. 1. ka filluar Loja koha. starton. 2 minuta pra kohë për ekipet për të kuptuar se kush do të shënoj më shumë, nëse ndonjëra prej tyre do të shënoj. Shohem një goditje nga distanca aty. Topi tjetër. 1 minutë e 40 sekunda kanë mbetur deri në fund. Qëllimi i lojës pra është për të shënuar gol. Do të shohem nëse do të arrin këto dy ekipe. Ja, një duel mes Shëndresës dhe Edit. Publika mu ka qetësu diçka. 1 minutë e 15 sekunda deri në fund. 1-0 për ekipin Osamir. 2-0, apo jo, Çaka Shtëpia është duke shënuar gola. Ja tani Edit tenton t'i kallzoj aty aftësitë e veta. 55 sekunda deri në fund, shkoj me topin tjetër. Ja goli i tretë. 3-0 për Naserin dhe ekipin e tij. Shkojmë me top, shkojmë. 40 sekunda deri në fund. 3-0 është rezultati. Hajde Gjeldo. 30 sekundat e fundit. Shkojmë një top tjetër. 20 sekundat deri në fund Naser për Masiki. Dhjetë sekunda deri në fund. Fitoria duhet të jetë e qartë. Adrian! Ka përfunduar koha 4-0 për Çaka Shtëpia. 4-0 vra për ekipin Çaka Shtëpia. Fitoi Benço në këtë lojë. Loja e radhës edhe e fundit. Ta shohim cila është ajo dhe kthehemi në studio qendrore.